pas të raste në jetën tënde kur të kanë akuzu pa drejt, kur të kanë po fajtojë për të shka që ti se ke po, kur të kanë keq interpretu një fjalë që ke thonë, qoftë nga ignoranca, qoftë nga ligësia. Pra pyet edhe njëherë vetën tënde, për aq kosa mend në jetë, që kur ke nis të mendosh pra pyet e vetën tënde, a ke pas të raste kur njerëzit të tu të huje të largët, njerëzit që do e njerëzit që të nuk kena i kush të di çfarë simpatia për ta, të kanë akuzu për gjona që si ke bo, të ka të bon me faj për gjona që ti s'ke faj, pra të kanë keq interpretu fjalët, të kanë ndërfërmu fjalët, herë nga ignorancë e tyre, herë nga ligësia e tyre, herë me padashje, herë me padashje, herë me qëllim. Edhe ti ka thonë me vete pse. Po ti nuk je as i pari, as i fundit, as i vetmi në këtë botë. E tillë është, e tillë ka qenë, dhe tillë do metet. Kjo është bota. S'ka qenë përjashtim as për Krishtin, e s'mund tjetë për ty. Edhe që do kuptosh ti këtë edhe më mirë se sa unë, nuk është nevoja të merresh vetëm me vetën tate, me njerëzit që të njeh, por kaloje në gama më të gjona, merru me gjithë botën, me çështje dhe më të mëdha. Për shembull, fjala vjen, është një organizatë ndërkombëtare që e quajnë Reporters pa kufi, pra gazetarët pa kufi. Edhe kjo është gjoja një organizatë ndërkombëtare që merret gjoja me bojnë sondazhe, krijime, analiza, edhe nxjerrin raporte për fjalën e lirë, lirinë e shtypit, kudo në botë. Ata që nuk din as shkruajnë vetë një shkrim gazetarie, ata që ndoshta nuk kanë bërë njëherë një pamflet apo një artikull, por si kudo në botë kanë ata lidhjet e veta, bëhen antarë të kësaj organizate, morin paret e shtetit që finanson ose të organizatave ndërkombëtare, edhe formojnë këto pesëlliqet, këto kalamajt, këto zgjepet, këto dhemjet, që vinë dhe i tregojnë pastaj botës që ku ka edhe ku s'ka liri të shtypit ose shtypje ose cenzur. Edhe kryesisht janë njerëzit e perëndimit, njerëzit më koti, por që vinë gjoja nga një qytetërim i madh, edhe që njohin gjoja ato demokracinë sublime. Ata njerëzit më koti, njerëz të dalë nga banga shkollësh, të indoktrinume me propaganda që janë për mendimin tim ti përqeshësh, ti përçmosh, ti mos marrësh parasysh, por i merr bota këto parasysh. Për shembull, ato kanë bota një që quhet kjo sondazh, kanë arritur në konkluzion, kanë zirë rezultatet dhe kanë dhënë për shembull Shqipëria është e ka rrit standardin e fjalës lirë, edhe ka shku më lart se sa ishte, kurse Kosova ka ra më poshtë, edhe vendi më problematika më që krijon fjalën e lirë është për shembull Eritrea, që është një shtet afrikan që është nda
para ca vitësh nga Etiopia, siç është nga Kosova, nga Serbia, është një shtet muslimane ku të dion. Pa llogarit, kjo i bën të duken të mrekullueshëm shtetet si Korea e Veriut që të djekin për zjallit ty në qoftë se shku një shkrim që është kritik për qeverinë apo Partinë Komuniste apo Kimin, të djekin ty për zjalli, të shkojnë hell farefis me të madhe me të vogël, e shkatrojnë atë redaksin. Kjo është censur. Cenzura mërë idiot, ata që i gjejnë këto idiot, këto psikopat dhe i trumpetojnë, është kur qeveria në pushtet e kontrollon medien edhe përsekuton atë person që shkruan një shkrim kritik për qeverinë, e mbyll gazetën, i çon gazetarët në përkambe, nuk i lejon ato të kenë më tribuna apo forume ku të publikojnë fjalën e lirë siç është gazeta. Kjo është censur. Por në momentin që gazetat janë të ndryshme, pra kur ka gazeta fjalëvje e zemë Shqipëri, ka një gazet që e boton Partia Demokratike. Ajo gazet pa tjetër që e sulmon Partinë Socialiste se e në opozitare. Në momentin që ekziston kjo gazet, edhe publikon shkrime kundër qeverisë dhe kundër fjalëvje Edi Ramës në Shqipëri, është perversitet, është abuse, është pavërtetësi të dalë që pësaj të plasësh se s'ka liri fjale. Për shembull, në qoftë se unë kam një gazet, edhe gazeta është ime personale, edhe unë nuk e botoj një shkrim, se nuk i shkon shijeve të mia, bot kuptimeve të mia, gjendës time, është gazeta ime personale, si Sami Qoka. Kjo nuk është censur, kjo nuk është shkelje me këmbë fjalëve së lirë, sepse kam drejtë të them çdo gjë, nuk më shkoj në shtëpinë e çdo kujt të flas çam do mu qefi, edhe pos më lën mua edhe ma tregojnë venën atje ku kam të më qinonen, të më çajnë barku me sfurg, po shkoj në shtëpi të huj e të flas që duan që shkon kundër normave të tyre. Kjo nuk është censur, mor idiot. Nuk është censur në qoftë se ka gazeta të ndryshme, po gazetar që shkruajnë lloj proçkulla nuk e boton as gazetat që përkrajnë Ramën, as gazetat që përkrajnë Salen, thjesht që ti nuk shkruan një shkrim që ajo gazeta pëlqen. Censura është vetëm atëherë, heqja, shkelje me këmbë fjalës lirë është vetëm atëherë kur qeveria, ajo në pushtet, i dërgon ultimatum gazetave që botohen në vend, edhe thot shkrime të tilla nuk lejohet botohen. Në qoftë se i boton të heq kokën, edhe vjen edhe ngre një kolegjume një departament, një grup që hetojnë gazetët, kush mund të ketë kritiku fjalëvje Edi Ramën për çfarë gjoje, dhe shkojnë edhe i arrestojnë edhe i vrasin. Kjo është ajo që s'lejon. Po jo se thuti çdo porth që të vjetë në për gojë kujto se e gazetarë dhe s'të botojnë edhe po të shkelin ty fjalën e lirë. Pra, vëllezër e motra, padrejtësitë e kësaj bote janë pafund, edhe nisin nga gjoja me vogël e shkojnë tek gjonat më të mëdha, jo thjesht tetrore, por ndërkombëtare, jo shifni se çfarë ndodh në botë, duke fillu anëkon botës, pa përmend vatët caktuar, rajonet caktuara. Kjo është një padrejtësi e madhe. Edhe këtu është ku ne do të jetojmë, e do të mësohemi, do kesh raste kur njeriu i gjakut tat, farefisi jot, njeriu më i afërt, që ti do kishe qenë gati të vdisje për të, që ke bërë ndoshta sakrificë gjithë jetën për të, për atë person. Ai zbulon ti pastaj një moment caktuar të delë dhe banë ata që ti s'mendoje të banë dhe hasmi,
Por kjo është jeta ku ne jetojmë. Ashtu do t'i ketë ndodh edhe ati që të bën ty këtë gjë. Do t'i bëhet nga dikujt tjetër ose është bën nga dikush tjetër. Kjo kështu është kjo botë. Edhe as ti as unë, as kush nga ne nuk e ndrejtë tatë. Ka ardhë Krishti. Ka lind me fytyrë njeriu. Por me ndrejtë edhe nuk e ndrejtë tatë. Edhe vetë Krishti në kanë prejnë bejes ata që i deshi më shumë. Edhe e kanë qua atje. Të kryqëzohet me goshda, të ngullën për trupi aty ke në kryq të dru, mbi dru, pra me goshda e kanë konë gju, me kam qike kanë raf, me sfurke kanë shpu, me hesht e kanë fjallën me Krishtin vetë. Edhe kush e qoj atje, njerëzit e ti më të afër që i deshi, pra ata që i majti afër, profetet e tjerë. Kjo është bota. Pra nuk je as i pari, as i fundit, as përjashtim, as i vetmi në këtë botë, ku bile kryesisht pikërisht ata për të cilët ti flijohesh më shumë, pikërisht ata për të cilët ti je mundu më shumë, pikërisht ata që ti ke dash më shumë, do dalin e të bëhen armis më të mëdhej, për arsye se ka vlerë, jashtëzakonisht të rëndë, e të dhimbshme, kur ai që se pret, mund bëj atë që ti kur sot kisha vendu në jetë, që do të bënte, pa edhe njerë, bahu si Krishti, se Krishti ka ardhur dhe ka mësu botën, që duhet të falesh, aq din, aq bëjnë, sa më i vogël tjetë njeriu, aq edhe më shpejt e harron atë që ti po për ta, edhe shpesh herë, sa më i vogël është dhe më i lik, edhe likësinë të tregon momentin kur s'ka nevojë për ty, edhe kur të është duk mirënjohës kur të ka pas nevojnë, edhe ti mund arrisësh si gjarë për në gjip. Edhe kur i vjen momenti që ti janë sjell të s'ke nevojën për ta, vjen edhe të shkel ty me kam. Vjen edhe të shkel ty me kam edhe këtë, e ka parë çdo lloj personi që ka ardhur në këtë botë, edhe do ta shoh gjithmonë, edhe fillon ke njeriu i tij më i afërt, që është e dhimbshme. Por nga kjo ti duhet marrësh forcë, të bësh realist, të bësh praktik, të kuptosh që kjo është botë dhe unë e di që ti prap po të fillosh nga zero do të bësh prap po ata që ke bo, për atë njëri që ke dash me bo, edhe pse e di që do të vi koha kur të ndrohen ata rolet që prap do të punoj ai që ti ndihmon më shumë. Sa më gjoka, ju përshëndet.